Atëherë do flas prapë për historinë time, se dalim të reja. Mbasi më therën jo 2 herë, 3 herë këmbën të treni. Të treni, po herën e tretë tha jezuj, nuk dua të shoh më, se zakonisht bëhet 3 herë. Dhe bëri edhe një prerje si kishte ngelur pak këmbë. Po më lanë 3 herë të shina. Dhe më quan aparatura të ndërtohesha. Ishin 50 thot fuqia, po ishte kjo fuqi, drita, kthej në qofte. Shpresoj mos më tesh qofte. Jo. Do vetëm t'jesh dritë. Po ishte grua e shëndosh. Si blecat. Kokë bush rumbullake me maj, por e shëndosh. Si fluturake të bleca, kështu që janë rumbullake. Atëherë fuqia shikon fëmijët, thot 50, sa kanë qenë, ndoshta ka qenë më shumë, të prera këmbët, si Alketa, besoj se kanë qenë të Amerikës Latine që i kanë çuar në Rusi. Dhe mbasi pa që nuk po rigjeneroheshin, që të zhvilloheshin këmbë të reja apo të ngjitej këmba, po i ka marrë pjesët e këmbës për të ngjitur, nuk kanë arritur me aparatura të ngjisin fuqit që i kanë marrë, nuk kanë arritur me zhvillim pa ngjitje, dhe kanë menduar t'ja fusin fëmijët e prerë këmbët 10 vjeç, 7 vjeç, 5 vjeç sa ishin, tek nënat e ndryshme ruse. Mua më ra për pjesë vajza ruse, që ishte një gjatë e hollë, e dobët. Por edhe ajo ishte vrarë shumë në aparatura, sepse bëra bisedë dje, më tha mua, unë nuk isha mundësi ku të çoja. Më çoj detalja. Por si më çoj detalja? Ajo më çoj, e shikon që memoria ime digjet. Po nuk më lejnë memoria. Bisedova dje, po unë kam logjikën, po jo memorien, ky është problemi. Nuk mbaj mend memori bisedën. Që të flas për logjikën. Gjysmë më skeqet që mbaj logjikën ende. Atëherë vajza u fut, Alketa Muka u fut tek vajza ruse, e bukuroshe e gjatë, e dobët, e rudhur, 10 vjeçja, e kthyer 70 vjeçja. Por jo fuqia, vetëm vajza. Kështu u futën dhe 50 fëmija, 49 fëmijë tek nënat ruse. Asnjëra nuk u zhvillua. U prit gjatë, por kishin vdekur, Vdekur apo i nxorën ashtu të prerë? Nuk mund më dua të dalë, thonë fëmijët. Edhe dolën pa zhvilluar. Alketa nuk doli, por për sa mërzitën? 6 muaj. Alketa nuk dilte, i thoshte nuk dal, pa më formuar këmbët, o tru, i thoshte trurit vet, ose nënës. Nënës ndoshta, nuk dal pa formuar këmbët. Por më shumë merrte pjesë truri i saj. Dhe që u zhvilluar në muajin e 6. Po u zhvilluan këmbët avash, pjesë, jo me njëherë. Arriti të zhvilloj. Dhe duhet ta mbante. Çfarë të bëja unë, tha nëna ruse. Se e sillte përsërit aparaturat. Po, i thash pse moj vajzë e lindi, më duket, jo në muajin e 6, e ka lindur, po e ka mbajtur 9 muaj. Por kur e lindi, e çoi te aparaturat. Tregoi që zhvilluar vajza. Po, kjo thot 6 muaj, por ishte 9. Se është zhvilluar avash. 3 muaj është dashur të zhvillohet këmba. Pra në muajin e 6 filloi, zhvillimi në muajin e 9 doli fëmia me këmbë të gjitha. Por i thash pse moj vajzë, tha lindi fëmia, u gëzova shumë, doli me këmbë dhe e çova te aparatura. Pse moj vajzë, thash e çova te aparatura? Ai dije, po ku ta çoja? Atje duhet të ndihmoj. Pa e pe që u vra 6 muaj, u therë. A duhet ta çojë përsëri te therja? Tha, unë s'më shkoj mendja. Kjo ishte biseda me nënën ruse. Çfarë duhet bëja? Duhet ta çojë në një fshat thellë, në një nën tjetër, mund ta shikoje shumë rrallë, që mos të ndiqte duri. Ose mos ta shikoje fare. Ta ndihmoje vajzën, jo ta çoje te aparaturat. Sa aty u therë. Nuk më shkoj mendja, tha. Pra ka gabuar nga naiviteti. Dhe mori fuqia. Fuqia gaboi si nëna ruse, sepse këta heqin trurin, arsye. E çoi te Italia. Po pse te Italia?
Po të pyes tani pse më çove te Italia? Se tha unë dua fëmin. Talen e komandoi Duri. Kërkoi Alketa Mukën. Se është gjallë, jam e bindur që është gjallë. Dhe Talja kërkoi te fuqia. Si të gjeti? E solli Duri te aparaturët atje. Po, Duri Dinaku, e solli te aparaturët ku ishte Alketa dhe mendoi që kishte dekur, nuk ishte frymëuar. Por duhet ishte i qartë. Dhe i thot fuqisë, frymua Alketa. Fuqia ka thënë vërtetën, duhet të gënjente. I tha Tales po e dua, i tha Talja, se kish komanduar Duri që duhet merrte fëmin. Dhe kështu psoi Alketa përsëri nga Duri ka çuresja me sy e shi. Humbi përsëri nga naiviteti i fuqisë dhe naiviteti i nënës ruse.